Finale e Afconit në Rabat ishte gjithçka përveç se zakonshme. Tensioni nisi para se të pishkllinte arbitri, me akuza për mungesë sigurie dhe lodhje nga udhtimi për Senegalin, ndërsa Maroku si mikpritës luajti gjithë turneun në shtëpi. Në fushë ndeshja ishte ashpër dhe e mbyllur, me pak hapësira dhe shumë nerva. Drama shpërtheu në minutat shtesë kur Senegali shënoi pas një goditje e këndi, por goli u anulua pa u konsultuar vari, duke ndezur zemërimin e tifozëve. Pak më vonë, arbitri nga Kongo, pas rishikimit me VAR, akordoi penallti për Marokun. Lojtarët e Senegalit, duke ndjerë veten të padrejtësuar, u larguan nga fusha për 15 minuta, ndërsa në tribuna shpërtheu kaosi. Në atë moment kritik, Sadio Mane tregoi pse është lider. Ai bindi bashkëlojtarët të riktheheshin dhe loja vazhdoi. Brahim Diaz mori përgjegjësinë e penalltisë për Marokun, tentoi një panenka, por Eduardo Mendy e priti me qetësi. Kur ndeshja shkoi në kohë shtesë, Senegali goditi. Vetëm 4 minuta pas rifillimit, Pape Gueye shënoi një gol spektakolar që vendosi fatin e finales. Senegali rezistoi deri në fund dhe fitoi 1-0, duke siguruar titullin e dytë kontinental, duke sfiduar parashikimet dhe duke vazhduar serinë e gjatë pa humbje. Një fitore ndërtuar mbi karakterin, durimin dhe një sistem futbolli që prej vitesh prodhon kampion.